Ai që thotë në fillimisht ta thejmë do të një të vërtetë. Shpon ta thejmë do të një diçka që jemi mësuar vazhdimisht që adoleshenti është ky. Adoleshenti është i dobët përballë epshit të tij. Është i dobët përballë egos së tij. Është i rrezikuar që me shembull potencialisht një person apo një adoleshent i cili i shijon të gjitha gjërat shkëlqyese. E vërtet, nëse shoqim Kur'anin e Madhëshëm, e shohim se nuk e njeh fare shprehjen adoleshencë. Adoleshent nuk apo e refuzon Kur'anin e Madhëshëm. Po si e kupton apo si e rekomandon se kush është i riu. Po citatet kuranore, edhe thënjet e pejgamberit alayhis salam dhe aktualiteti që kanë qenë do të muslimanët do për sa shekujt më radh e thotë mund të kundërtën. Periudha më e mirë e jetës së njeriu pa asnjë diskutim është periudha e rinisë. Edhe qysh e ka cilësuar periudhën e Madhëshëm në statin kuranor, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin. Allahu është ai i cili ju ka krijuar në një formë apo ju ka krijuar të dobët. Jo sa fëmiu do të është jo më shëndet të mirë. Fëmiu ka shëndet të mirë, ka zemër të pastër, ka do të mendje e cila do të është e pastër. Mirë po, është i dobët e shërshëm pse. Kurse thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Çdo do të periudhën e rinisë që e kufizon. Do të me pak fjali. Kurse pas kësaj dobësie, Zoti i Madhëshëm ju ka bërë të fuqishëm. Ju ka bërë të fuqishëm. Edhe gjitha segmentet, jo vetëm në një segment, jo vetëm në aspektin fizik, por është i fuqishëm edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin mendor, është i fuqishëm edhe në aspektin shpirtëror.